Miq, një pjesë për ju e njoh. I nderuar Zoti Prefekt i Qarkut Tiranës, Zoti Hajdari, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, vendore, autoritete fetare, përfaqësues të institucioneve fetare, të nderuar kryetar bashkisë, të nderuar ish prefekt, të nderuar ambasador i Republikës Italiane në Shqipëri, të dashur qytetar, zonja e zotërin pjesëmarrës. Kam kënaqësinë e veçantë të jem sot mes jush në këtë përvjetor jubilar. Përvjetor që shënon një shekull nga krijimi i prefekturës së Tiranës. Një shtyllë e rëndësishme që ka shoqëruar dhe dëshmuar rritjen e shtetit shqiptar në epoka të ndryshme të historisë sonë moderne. 100 vjet histori, por një institucion do të thotë një shekull përgjegjësi. Okay. Teknologjia. 100 vjet histori për një institucion do të thotë një shekull përgjegjësi, përkushtim, sfidat mëdha dhe transformime të thella. Është një rrugtim gjatë cilit Shqipëria ka kaluar nga hedhja e themeleve të administratës shtetërore, përmes stuhive të korave të trazuara, e deri tek konsolidimi i vlerave demokratike dhe rruga e paktyshme drejt integrimit evropian. Krijimi i prefekturës së Tiranës në vitin 1926 përkoi me një vullnet të madh kombëtar për modernizimin e vendit dhe forcimin e autoritetit të ligjit, që për asaj kohe, ky institucion ka shërbyer si një urë lidhëse e pacënueshme midis qeverisjes qendrore dhe komuniteteve vendore, duke garantuar stabilitet, rend dhe zhvillim. Nëse Tirana e vitit 1926 ishte një kryeqytet i ri, me ambicie të mëdha por me mundësi modeste, Tirana e sotme është krejt tjetër gjë. Ajo është zemra politike, ekonomike dhe kulturore e kombit, një metropol dinamik që reflekton energjinë, transformimin dhe aspiratat e Shqipërisë së shekullit 21. Në këtë rrugtim të jashtëzakonshëm, prefektura ka qenë aty, pranë qytetarëve në ditë zhvillimi e prosperitetit, por edhe në momentet më të vështira të krizave apo fatkeqësive natyrore, duke mishëruar në çdo hap seriozitetin dhe vazhdimsinë e shtetit. Për vjetor të tillë janë parazgjidhas një fest për të nderuar kujtesën dhe kontributin. Ndaj dëshiroj të shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë ata që shërbyen këtu ndër vite, prefektët, nënpunësit dhe punonjësit e thjeshtë të administratës. Me profesionalizmin dhe integritetin e tyre, ata ndërtuan traditën shtetformuese që ne e gëzojmë edhe sot. Ky jubilem nuk nafton vetëm të kthejmë kokën pas. Ai na kërkon të shohim me përgjegjësi drejt së ardhmës. Ky aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarët po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësore. Në respekt të pozicionit kushtetues, neutralitetit kushtetues, mund të theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kushtetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Korniza kushtetuese, së bashku me rregullat e shtetit ligjor dhe demokracisë, përbëjnë garancinë kryesore për funksionimin e drejtë të shoqërisë. Si presidenti i Republikës, mbetem i përkushtuar në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitjen e një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë
dhe vlerave euroatlantike të vendit. Të nderuar pjesëmarrës, ky jubilej na fton të mendojmë për rëndësinë që administrata publike ka për qytetarë. Të kërkojmë më shumë nga vetja, të kërkojmë më shumë edhe nga njerëzit e shërbimit publik. Të rrisim cilësinë, sepse duke rritur cilësinë ne forcojmë besimin. Gëzuar 100 vjetorin e prefekturës Tiranës, faleminderit dhe punë mbar. Tirana. Më fal.